Në mbrëma shikues të nderuar, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin të shtat. Gjendja në trafik gjatë këtij viti po duket mjaft alarmante. Statistikat e fundit janë shumë shqetësuese. 23 persona kanë humbur jetën vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, derisa mbi 268.000 gjoba janë shqiptuar gjatë kësaj periudhe, siç ka njoftuar policia për televizionin të shtat. Java që po lëm pas nuk nisi me lajme të mira në Kosovë. Vetëm të hënën 4 persona humbën jetën si pasojë aksidenteve në trafik. Derisa që nga janari këtij viti janë regjistruar 23 viktima nga aksidentet, numri i madh është edhe i gjobave në trafik. Nga 1 janari i vitit 2026 deri në fund të muajit prill 2026 ka ndodhur 6.688 aksidente në trafik e janë shqiptuar gjithsej 268.888 gjoba. Numri i gjobave të shqiptuara është rritur për më shumë se 20.000 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Krejt këto po konsiderohen shqetësuese nga ekspertët e komunikacionit. Po, përveç mos respektimit shpejtësisë së lëvizjes, që është një prej burimeve kryesore, ka dhe problematika tjera që vlen të përmenet, domethënë projektimi i rrugëve, më mirë me thonë realizimi i rrugëve, është asesoj sa që vetë rruga është bërë me aksidenti. Ahmeti, një pjesë të fajit, po e drejton edhe tek vetë ata që ruajnë rendin në trafik, policia. Policia janë dëmbele, një prej policisë më dëmbele në rajon, menoj, edhe aty ku dojnë me punu, nështë ajo gjithmonë e shohin personin i cili bën shkelit rregullat komunikacionit, unë kam pas seks që mungesa e inteligjencës artificiale e bën një prej shkaktarëve apo burimeve të aksidenteve, se kishmi pas radar, mobile statike dhe kamera, kjo problematikë ishte zgjidh nështë tash e disa vite. Ai bën thirrje që të shfrytëzohen sa më shumë transporti publik. Shfrytëzimi i transportit publik dhe qasja me inteligjencën artificiale. Do të thotë kjo është faktori objektiv, kurse faktori subjektiv është respektimi i shenjave, rregullave të komunikacionit për anës gazme. Nga policia e Kosovës treguan se nga janari deri në prill të vitit 2025 ishin regjistruar 6.959 aksidente në trafik, 271 më shumë se këtë vit. Një tërmet është regjistruar para pak qasësh në fshatin 3 të Elbasanit. Sipas raportimeve të para, lëkundjet kanë qenë me magnitud rreth 4 ball. Tërmeti është ndjer edhe në zonat përreth. Megjithatë, nuk është raportuar për persona të lënduar apo dëme materiale. Jo nga tërmeti, por për arsye që ende nuk dihen, fasada objektit ku janë të vendosura zyret e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës në kryeqytet, ka lëvizur duke rrezikuar edhe të bie. Kjo ka bërë që njësitë emergjente të dalin në vendin e ngjarjes dhe të vendosin shiritje rrethuese. Kjo është konfirmuar për televizionin edhe nga Abdusamet Shkodra, zëvendës komandanti i brigadës zjarfikse në Prishtinë. Ekipi zjarfikse ka dalë në vendin e ngjarjes rreth orës 14. Pas informatës së pranuar se në rrugën UÇK ka rrezik që të bie një pjesë e fasadës, duke rrezikuar edhe qytetarët. Ekipi i zjarfikse kanë bërë largimin e ndërtesës nga fasada, nuk ka të lënduar, ka thënë Shkodra. Mbesim në Prishtinë, por tani flasim për një zhvillim pozitiv. Më konkretisht për hapjen e bibliotekës për fëmijë në hapësirat e Pallatit të Rinisë. Ky projekt po vlerësohet mjaft i rëndësishëm në formimin e të miturve. Është zonja e parë e kryeqytetit. Kristade i Vezaj Rama, në mandatin e 2 të bashkëshortit përparim Ramës si kryetar i Prishtinës, inicoi edhe një projekt tjetër, këtë herë bibliotekën e fëmijëve. Hapja e saj u bë këtë shtunë në Pallatin e Rinisë.
3 vjet më parë, biblioteka ekzistonte vetëm në imagjinatën tonë, në biseda, skica, mesazhe të vona të natës nga një grup adhuruesish të librit dhe avokatësh të fëmijëve, të cilët besonin se fëmijët meritojnë më të mirën absolute. Unë në një qytet ku më shumë se 63.000 njerëz janë nën moshën 17 vjeç dhe mbi 22.000 fëmijë janë nën moshën 7 vjeç, ne i thamë, mjaft më me mobilje të grisura, mjaft më me rafte të zbrasta, mjaft më me fytyra fëmijësh pa lodra, mjaft më duke u përpjekur të kthejmë fëmijët tanë në klient, mjaft më me mungesa, mjaft më me mangësi, mjaft më me neglizhencë, jo për fëmijët tanë. Në ceremoninë e hapjes, kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se projekti do të ndikojë në formimin e fëmijëve. Investimi në fëmijë është investimi më i madh që mundemi me bë si shoqëri dhe për ju fëmijët e dashur që jeni sot këtu, kjo bibliotekë është e juaja. Mbusheni me të qeshura, mbusheni me kurreshtje, mbusheni me tregime, me ide, me ëndra të mëdha. I pranishëm në hapje ishte edhe ambasadori i Luksemburgut në Kosovë Erik Diec. Ai tha se hapja e bibliotekës është më shumë se një investim fizik. Ky moment përfaqëson më shumë se sa thjesht rihapjen e një hapësire fizike. Ai qëndron si një zotemi i përbashkët të gjithë neve për të investuar tek fëmijët, në arsim dhe në të ardhmen e Kosovës. Siç thoshte edhe presidentja, nuk ka orë më të mirë në botë se sa arsimi. Po citoj Kofi Annanin. Ajo që e bën këtë moment edhe më domethënës është se si pasqyrohet si një përpjekje kolektive. Biblioteka e fëmijëve do të funksionojë në menaxhimin e bibliotekës së qytetit të Prishtinës Hivzi Sulejmani. Në Prishtinës, pas akuzave që i bëri ndaj Ministrisë së Kulturës lidhur me blokadat e pretenduara për projektin e ishullit urban, sot ka marrë përgjigje. Nga ky dikaster qeveritar, sot ka pasur kundër akuza ndaj Përparim Ramës, majorit të kryeqytetit, se po do të zhvilloj punime në kundërshtim me ligjin. 2 ditë më parë doli në konferencë para mediave. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama drejtoi gishtin direkt te qeveria në detyrë pas bllokimit të punimeve në ishullin urban. Projekt këtë që synon bashkimin e lagjës Arbëria me qendrën e kryeqytetit. Punimet u ndaluan me vendim të Inspektoratit për Trashëgimi Kujtorore në kuadër të Ministrisë së Kulturës. Pas akuzave që Rama dha për ta, Ministria e Kulturës doli në konferencë para mediave këtë shtunë. Inspektorati për Trashëgimi Kulturore në nëntor të vitit 2024 ka ndaluar zhvillimin e aktiviteteve ndërtimore nga Komuna e Prishtinës, aktivitete këto pa leje nga institucionet e trashëgimisë kulturore në hapësirat përkatëse të aseteve të trashëgimisë kulturore në mbrojtje ligjore, përkatësisht brenda kufirit perimetrit monumentit Pallati i Rinisë dhe i Sportit, si dhe brenda kufirit të zonës së mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës. Bistimi akuzon komunën e Prishtinës se ka lëshuar leje ndërtimore në parcela ku tashmë ekzistojnë të drejta shfrytëzimi. Është më rëndësi të theksohet se Kuvendi Komunal i Prishtinës me datë 29 prill 2022 ka lëshuar vendim me cilin caktohet lokacioni për ndërtimin e teatrit, të operës dhe baletit në 3 ngastra kadastrale, prapa ndërtesës së Pallatit të Rinisë dhe stadiumit Prishtinë, ndërtesa në të njëjtat parcela, saktësisht në të 2 prej tyre Drejtoria e Urbanizmit e Komunës Prishtinës ka lëshuar leje ndërtimore të kundërligjshme 2 vite më vonë. Sekretari i Ministrisë akuzoi edhe kryetarin e Prishtinës Përparim Rama për deklarata që sipas tij kanë përhapur dezinformata lidhur me rolin e ministrisë. Takimi i fundit është mbajtur me 21 maj 2026 në hapësirat e Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve, ku përgjegjësit e 2 palëve janë dakorduar që nevojitet në mënyrë të domosdoshme harmonizimi i 3 projekteve, ndërsa çuditërisht në të njëjtën kohë sa zhvillohej takimi profesionistëve me qëllim të gjetjes së zgjidhjes në IKMM, kemi pas në media kryetarin e komunës zotin Rama, i cili del me deklaratat që nuk i kontribuojnë zbardhjes të vërtetës. Nga Ministria e Kulturës gjithashtu u tha se kanë konstatuar largimin e shiritave zyrtar të ndalimit të punimeve dhe paralajmëroi se veprimet e ndërmarra mund të përbëjnë vepra penale. Ndërkaq nga një ministri tjetër, ajo e tregtisë dhe industrisë, dolën në konferencë për media gjithashtu, por për t'i pasqyruar punët në 100 ditën e parë. Para gazetarëve, vetë Mimoza Kusari Lila numroi sipas saj
shumë sukses në 3 muajt e pak ditët e para të qeverisjes. Gjatë mandatit të saj në krye të Ministrisë së Industrisë e Tregtisë, çmimi i naftës u rret. Ani pse rritja erdhi si pasojë e zhvillimeve globale, Mimoza Kusari Lila u kritikua mjaft shumë për keq menaxhimin e kësaj situate. Por këtë shtunë para medjave, ajo prezantoi raportin 100 ditor duke i prezantuar arritjet e dikasterit që po drejton që nga janari. Në fushën e reformave dhe politikave zhvillimore, kemi arritur ratifikimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë me vendet e EFTA-s. Kjo është marrëveshja e parë nga shtetet e rajonit që përveç tregtimit të mallrave përfshin edhe tregtimin e shërbimeve. Ka një rëndësi të veçantë për ne për faktin se me shtetet si Zvicra kemi një bilanc pozitiv tregtar me të cilin më shumë shesim apo eksportojmë shërbime se sa që importojmë. Të njëjtin ngritje e ka edhe Norvegjia që është pjesë e EFTA-s, ndërsa synojmë ngritjen e tregtimit edhe me Liechtensteinin dhe Islandës. Ajo theksoi se projektigjet për inovacionin dhe pagesat e vonuara në transaksione tregtare janë të gatshme për procedem pas formimit të institucioneve të reja. Projekt ligj ky i rëndësisë së veçantë për në veçanti si objektiv e përcaktuar për planin e rritjes së Bashkimit Evropian. Gjithashtu kemi dorëzuar për miratim edhe një projekt ligj tjetër me rëndësi të madhe për bizneset e vogla dhe në veçanti bizneset prodhuese vendore, atë për pagesat e vonuara në transaksionet tregtare. Të dy këto projekt ligje janë të gatshme menjëherë pas procesit zgjedhor dhe formimit të institucioneve që prapë të procedohen për miratim në qeveri dhe pastaj në kuvendin e Kosovës. Për zhvillimin industrial, Kusari Lila tha se Ministria ka nisur funksionalizimin e parqeve industriale. Në kuadër të zhvillimit industrial dhe investimeve, kemi funksionalizuar Këshillin për zhvillim industrial dhe kemi filluar modelimin e parqeve industriale sipas klasterëve industrial. Është finalizuar studimi për parqet industriale të gjelbërta, ndërsa kemi arritur marrëveshje në parim me Bankën Botërore dhe IFC-n si mekanizëm i Bankës Botërore për ekoparkun e parë në Republikën e Kosovës dhe ai është në komunën e Gjakovës. Ndër të tjera, ajo bëri të ditur se janë dakorduar investime prej 30 milion eurosh për zhvillimin e parqeve industriale në disa komuna të vendit, përfshirë edhe parkun industrial në Gjilan. Kurse veç pak ditë para zgjedhjeve, qeveria në detyrë shpërndau nga 100 euro shtesa për disa kategori të shoqërisë. Ndarja e tyre, sipas disa njohësve, po konsiderohet në kundërshtim me ligjin, e disa të tjerë thonë se juridikisht është në rregull, por se cenon vullnetin e votuesit. Hershme për 100 eurosh për pensionistët. Nuk është hera e parë që Albin Kurti merr një vendim të tillë në prag të zgjedhjeve, edhe këtë herë ju pak ngjalli debat në shoqëri. Kritika mori nga opozita e ekspertë të fushave në Kosovë, por jo vetëm, nga ekonomistët po konsiderojnë se është shkelje ligjore. E para nuk është vetëm ligjor, domethënë diçka një para publike cila nuk është e planifikuar në ligjin e buxhetit, është antiligjore dhe e dëmton rand infrastrukturën ligjore shtetërore, duke marrë parasysh kur kemi tash edhe një qeveri që është në detyrë. Por a përbën kjo problem në aspektin ligjor, e tregon avokati Ardian Bajraktari. Pavarësisht faktit që një vendim i tillë për qeverinë në detyrë nuk është i ndaluar, mirë po megjithatë momentumi kur ndahen këto mjete financiare, natyrisht që janë tentativa për përfitime elektorale. Edhe një jurist tjetër, Azram Bytyqi, vlerëson se nuk është shkelje ligjore, por shton se do të ndikojë në rezultatin zgjedhor. Sidomos në prag të zgjedhjeve jepen shtesa të veçanta, një ndihmesë e veçantë për disa prej kategorive shoqërore, cilat ndihmesa qeveritare ka një impakt vendimtar në përcaktimin e tyre politik për të mbështetur partinë. Qeveria në detyrë ndau 30 milion euro për shtesa në 2026. E në prag të fushatës, partitë politike nuk po i kursejnë përplasjet e as ofendimet mes njëra tjetrës. Kjo gjë po konsiderohet se po lë anash pjesën më të rëndësishme të kampanjës për balljen e platformave apo programeve elektorale. Para fushatën zgjedhore vetë se e ka nisur.
Bashkë me të edhe përplasjet verbale. Thot, dhe keme të gjepë ma këfut kokën, dhe keme mi kështu. Lojrat e fjalëve asnjëra nga partitë nuk po i lë mangu. Për këto përplasje rrezikojnë të tensionojnë klimën politike, kështu po vlerësojnë nga Instituti Demokratik i Kosovës. Çfarë dëgjue papërshtatshme që përdoret, qoftë në kuadër të fushatës zgjedhore, por edhe para fushatës edhe kur jemi në prag të procesit zgjedhor, është gjuhë e cila me të vërtet mund të tensionojë situatën politike dhe mund të bëjë që gara zgjedhore të mos bëhen mbi bazën e ideve dhe programeve, por të bëhen mbi bazën e liçimeve, etiketimeve dhe sulmeve brutale. Për këtë, Bugaçku thot se nevojitet ndryshimi i ligjit që të ketë sankcionime për gjuhën e përdorur. Regulativa zgjedhore thekson që ndëshkimet ndaj subjekteve politike, ndaj kandidatëve dhe mbështetësve të tyre mund të realizohen vetëm brenda periudhës zyrtare të fushatës zgjedhore dhe prandaj edhe është e pamundur në këtë fazë kuptimi ligjor që të parashtrohen ankesa në PSAP dhe të ndëshkohen për gjuhën e tillë gjithë kandidatët dhe gjithë mbështetësit e këtyre partive të cilët eventualisht mund të sulmojnë ose të përdorin gjuhë papërshtatshme ndaj një figure caktuar politike. Sipas IKD-s, fokusi duhet të jetë tek programet zgjedhore. Normalisht janë programet politike, normalisht janë ato premtimet që kanë bëjë me programet të zbatueshme, me programe që japin ide inovative drejt zhvillimit ekonomik, arsimit, fuqizimin e drejtësisë, fuqizimin e ekonomisë, pastaj edhe fuqizimin e marrëdhënieve ndërkombëtare me aleat etj. Po kryesisht ne jemi të pashë që jemi në një kohë kur nuk është se po ka edhe programe të mirëfillta të partive politike. Zyrtarisht, fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit do të fillojë me 28 maj. Deklarata thumbuese gjatë kësaj parafushate pati edhe Vjosa Osmani ndaj ish partnerit të saj politik Albin Kurti. Enjosit e politikës dhe opozita po kërkojnë sqarime lidhur me pretendimet që po dalin në pa pas krisjes mes dyshës që bashkëpunoi për 5 vite. Të tregojmë qëndrueshmëri, të tregojmë Është kandidate për presidente nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vjosa Osmani vetë se ka nisur fushatën para zgjedhore me të futur në garë. Pothuajse në çdo takim që ka ajo nuk harron të thumbojë sulmoj ish partnerin politik Albin Kurti. Pyetja është çka ka volaj veç me Vučićin e me Llajçakun me një dhomë. Kërkosh sukun tjetër aty. Krisja e tyre vazhdon të jetë integruese në Kosovë. Po, ata pas kanë pas koalicionin, kur është në shkruaja marrëveshja e famshme që ka ndodhur në një hall të Kuvendit, ta pas kanë pas marrëveshje që ky koalicion të vazhdoj edhe për 15 vjet, mirë po çka ka ndodhur ndërkohë vërtet nuk e kam qartë as të sot. Mirë është me qartësu edhe Albin Kurti, po edhe Vjosa Osmani. Kadriaj kërkon përgjigje rreth arsyes së prishjeve të raportit mes Kurtit e Osmanit. Se ku ka krisë ky koalicion, unë nuk po shoh qartësi, as nga ana Vjosa Osmanit, as nga ana Albin Kurtit. Ta duhet me qartësu pozicionin ku ka ndodhur dhe ku ka ndodhur krisja. Unë po shoh që bile po janë pak të rezervuar mbas këtij shkunorizimi, po shoh që janë të rezervuar. Kundër përgjigjet e Vjosa Osmanit po i quan të vëndshme analisti Afrem Kasolli. Nuk ka dyshim do thotë që këto të ishin serioze, do thotë që kritika e saj ndaj Albin Kurtit të ishte serioze, të ishte besueshme tek qytetarët e Kosovës, të opinioni publik do duhet të thuaj prej pozicionit të presidentes. Mirë, po ne kemi parë deri në momentet e fundit njëri me tjetrin nuk kanë pasur kundërshtime publike. Kryeministri në detyrë Albin Kurti akoma nuk i është përgjigjur direkt akuzave të Vjosa Osmanit. Ndërkohë, brenda 3 ditëve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur që t'ua dërgojë pakon me flet votim mbi 85% të votuesve të regjistruar përmes postës. Kjo është konfirmuar nga zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi. Nga rreth 105.000 votuesit e regjistruar, deri më tani mbi 90.000 kanë pranuar në adresën e tyre pakon me flet votim dhe materialet e tjera përcjellëse. Më 21 maj ka filluar procesi votimit jashtë Kosovës për votuesit që janë regjistruar për të votuar përmes postës. Para fillimit të këtij procesi, KQZ përmes operatorit ekonomik ka dërguar jashtë Kosovës rreth 105.000 pako individuale për secilin votues të regjistruar për të votuar përmes postës. Në bazë të dhënave, vetëm gjatë 3 ditëve nga 21 deri më 23 maj,
KQZ ka arritur të shpërndajë mbi 90.000 pako individuale, të cilat përmbajnë edhe flet votimin, ka thënë Elezi për të shtatë. Shikues të nderuar, këtu po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.